O zoti kryetar, unë nuk kam dëgjuar në fjalën tuaj që ju t'i keni refuzuar të drejtën zotërisë për të bërë interpelancë. Ky teatri që sapo dëgjuam është i pabazuar rregullore. Ju nuk refuzuat të drejtën për të bërë interpelancë. Ju zbatuat kushtetutën dhe traditën parlamentare. Kushtetuta dhe tradita parlamentare, zoti kryetar, të thotë që kryeministri ka të drejtë ta delegoj. Kam 21 vjetu. Kam kërkuar 40 interpelanca me ata aty. Nga të cilat vetëm 2 janë bërë me atë. 38 janë bërë me ministrat që ka deleguar zotëria. Edhe ministri marrë dhe parlamentin, edhe zëvendëskrye ministra e tjemra. Tani zotëri, Kushtetuta e Republikës i jep të drejtën kryeministrit të delegoj. Dhe në rastin fjalë, është se s'po të përgjigjem ty faron. Pushoti se s'ty s'të kam refen e fare, po flas me kryetarin e kuvendit. Ty shko merro me Lulin ti, fërkoje se po tha po foli Luli iketi. Baje mirë me Lulin gjo mua se di shumë Luli si sillje çanta ti. Mua të merresh ti? Po. O zotëri.